A e dije që mund të marrësh kredi në Gjermani dhe ta investosh në vendlindje? Pa e ditur banka ku shkojnë realisht parat? Ja si funksionon shumë thjesht, hap pas hapi. Në Gjermani, bankat nuk shikojnë vendlindjen tënde, por të shikojnë ty, kontratën e punës, rrogën mujore dhe shufan tënde. Nëse këto janë në rregull, mund të marrësh kredi konsumatore ose edhe kredi green, KfW, që kanë interes më të ulët sepse lidhen me energji dhe eficiencë. Shembull konkret, merr 80.000 euro kredi në Gjermani, kësti mujor është rreth 400 deri në 450 euro. Me këto para blen ose rinovon një apartament në Durrës apo Vlorë, vendos panele diellore, izolim ose pompë nxehtësie dhe prona fillon të punojë për ty në sezon qirat shkojnë nga 700 deri në 1200 euro në muaj. Pra qiraja mund ta mbulojë kredin dhe prona mbetet e jotja. Pse përfiton? Sepse rroga është gjermane, investimi është në vendlindje dhe diferenca e çmimeve, punon për ty banka gjermane, nuk merr hipotekë në vendlindje dhe as nuk pyet ku investon parat. Për sa kohë ti e paguan kredin në kohë. Kjo ka kuptim vetëm nëse mendon afatgjat, bën llogaritë saktë dhe nuk gënjen në dokumente, sepse kjo është strategji, jo fat. Komento kredi, nëse do të marrësh kredi në Gjermani dhe të investosh në vendlindje.